Një video amatore shfaq momente dramatike kur nga motori një aeroplani të tipit Boeing 737-800 i kompanisë United Airlines nxjerr flak pasi kishte goditur një kafshë gjatë ngritjes në ajër nga aeroporti ndërkombëtar i Denverit. Po del zjarr nga motori i djathtë i aeroplanit, i paralajmëroi pilotët kontrolli i trafikut ajror, që dëgjuan në audion regjistruar nga faqja e internetit live.atc.net. Ne mendojmë se kemi humbur motorin tonë, përgjigj piloti. Fluturimi 23-25 United Airlines u nis të dielën nga Denveri për në Edmonton, Kanada me 153 pasagjerë dhe 6 anëtar të ekuipazhit në bord. Ekuipazhi raportoi se kishte goditur një kafshë gjatë ngritjes, tha FAA në një deklaratë. Ata nuk specifikuan kafshën, megjithatë lepujt u raportuan në pistë në momentin e incidentit. Megjithatë, pilotët arritën të ateronin sigurt në pistë dhe të gjithë pasagjerët gjendeshin brenda, një ndërguar në një aeroplan tjetër për të vazhduar udhëtimin e tyre për në Edmonton, fatmirësisht këtë herë pa lëndime.